Nëse kjo po të ndodh, mos bëj asnjë lëvizje. Ka situata kur reagimi i parë është pikërisht ai që duhet shmangur. Një moment që të shtyn të veprosh menjëherë mund të jetë një test për të parë nëse e kontrollon veten apo jo. Kur ndjen presion për të marrë një vendim të shpejtë, shpesh është pikërisht momenti për të ndaluar. Jo çdo mundësi duhet kapur menjëherë dhe jo çdo situatë kërkon përgjigje të menjëhershme. Ka raste kur duke mos bërë asgjë për një moment, fiton më shumë se sa duke reaguar. Nëse ndodh diçka që të bën të ndjesh nxitim, mund të jetë shenja që duhet të presësh. Luani. Një situatë që të vendos përballë një zgjedhjeje të menjëhershme mund të duket si një mundësi për të treguar forcën tënde. Por pikërisht këtu qëndron prova. Një reagim i shpejt mund të të çojë drejt një vendimi që nuk e ke analizuar plotësisht. Dikush mund të të shtyjë të japësh përgjigje menjëherë, por kjo nuk do të thotë që duhet ta bësh. Një ndalesë e shkurtër mund të të jap kohën për të parë më qartë që situata nuk është aq e thjeshtë sa duket. Nëse e kontrollon këtë moment dhe nuk vepron menjëherë, mund të shmangësh një gabim që do të ndikonte më gjatë. Demi. Një ofertë ose një mundësi që duket e mirë në sipërfaqe mund të fshehë diçka që nuk është e dukshme menjëherë. Reagimi i parë mund të jetë pranimi i menjëhershëm, por një analizë më e thellë mund të tregojë se ka diçka që duhet parë më me kujdes. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën mes një zgjedhjeje të mirë dhe një vendimi që do të të vendoste në vështirësi. Nëse ndalon për një moment dhe nuk e pranon menjëherë atë që të ofrohet, mund të fitosh kohë për të kuptuar më mirë çfarë fshihet pas saj. Ujori. Një ide që duket shumë e mirë për të refuzuar mund të të shtyjë të veprosh menjëherë. Por jo çdo ide që vjen papritur është e përshtatshme për të zbatuar menjëherë. Një analizë e shkurtër mund të të tregojë që ka disa elementë që nuk janë të qarta. Nëse vepron në moment, mund të futesh në një situatë që kërkon më shumë energji se sa kishe menduar. Në vend që të reagosh menjëherë, një pauzë e shkurtër mund të të jap qartësinë që të duhet për të vendosur nëse kjo është rruga e duhur apo jo. Britsjapi. Një situatë që lidhet me përgjegjësi ose vendime të rëndësishme mund të kërkojë reagim të shpejtë, por kjo nuk do të thotë që duhet të veprosh menjëherë. Një presion i jashtëm mund të të shtyjë të marrësh një vendim në moment, por një zgjedhje e tillë mund të ketë pasoja që nuk i ke parë ende. Nëse ndalon dhe analizon më me kujdes, mund të kuptosh se situata kërkon më shumë vëmendje se sa duket. Një vendim i marrë me qetësi mund të jetë shumë më i vlefshëm se sa një reagim i nxituar. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën ndalo nëse mendon se duhet të presësh përpara se të veprosh. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.